E Tregnika, protagonist në fush për shumë vite me ekipin e Adës, por tashmë është protagonist me një ekip veçantë, ekipin shoqatar Renale mbi 40 vjeç. Duket që është një kampionat risi dhe diçka shumë e bukur. Normalisht kjo është një diçka shumë e bukur, edhe është kënaqësi me kanë pjesë e këtij turneu. Normalisht falenderoj Federatën Shqiptare e Futbollit, po ashtu edhe presidentin e shoqatës Renale, zotin Lazar Matia për këtë nisëm, ku tregon se kjo është një risi shumë e bukur për futbollin shkodran, pse jo edhe Maxhan. Në vendet e rajonit ka dhe kampionat veteranësh. Ndoshta kjo është një shtysë për të patur një kampionat veteranësh edhe në Shqipëri? Pse jo? Normalisht se kjo, siç thash, është një diçka shumë e bukur dhe ja vlen. Kjo shpresojmë se kjo aktivitet të mos ndalohet, por të zhvillohet çdo sezon. Si po përjeton e Tregnika me të njëjtën emocione sikur kur ka qenë futbollist? Normalisht çdo kompeticion ka ata emocionet e veta dhe kjo është një emocion i veçantë sepse as më tepër kur je të luajtur me disa ekipe, edhe plusi edhe me veteranë të vllaznisë, ku është një nder të jesh të luaj kundër atyne. Ekipi shoqatar Renale duket që është një nga ekipet më të mira deri tani. Do të jetë ai pretendent kryesor për fitimin e klubit? Po, tash ekipi nuk është që jemi ekip i mirë, po shpresojmë pse jo. Deri në fund, normalisht Hizmetin do t'ja bëjmë deri në fund pse jo me fitua. Faleminderit. Faleminderit ju.